Merrni 3 gjethe dafine, i zgjeni dhe shikoni çfarë ndodh me trupin tuaj. Në 300 ml ujë të val vendosni 5 gram fletë dafine dhe i lini të zgjejnë për 5 minuta. Hiqeni nga soba dhe i lini të qëndrojë pak. Merreni çajin dhe e pini atë gjatë ditës në doza të vogla. Mos e pini të gjithin për një herë. E pini 3 ditë dhe pas kësaj bëni një pauzë për 7 ditë dhe e përsërisni edhe një herë. Ju mund të urinoni më shpesh dhe urina juaj mund të ketë ngjyrë rozë, por mos u friksoni, kjo është një pjesë e pastrimit të trupit. Pra, ju mund ta përdorni këtë recetë me gjethe dafine për të pastruar trupin tuaj nga të gjitha toksinat e grumbulluara në të dhe për të larguar ujin e tepërt i cili gjendet në trupin ton. Gjethet e dafinës mbeten një nga gjethet më të përdorura në mjekësinë alternative dhe si më të shëndetshmet në mbar botën, ku shumë studime e kanë vërtetuar këtë.